Nëse nuk e keni provu deri tash këtë torte, provoni se ja vlen, është shumë e lehtë në përgatitje dhe është shumë e shijshme. Besoj që krejt familjes kom i pëlqy. Kështu që hajdeni me mua t'ju tregoj hap pas hapi se qysh une e bëj këtë torte. Përbërësit që na vijnë për torte janë këto: 600 gram llakzane ose ojk, 100 gram margarinë, 2 vo, pakës qumsht, edhe gjysmë gote ujë. Gjithashtu na vijnë edhe banane. Mas pari filloj me brumin. Atëherë këtu te paketa i kemi 2 paketime. Kjo e vogla është për shllagin, e kjo tjetra është për brumin. E marrim një end fill. Filloj me përgatitjen e brumit. Hapim paketimin e brumit e qesim në një end të fill. Ja shtojmë 2 vo, 100 gram margarin, ku mas pari e kom shti në mikrovel, e kom zbut pakës. Ja qesim gjysmë gote qumsht dhe i përziem në mikser deri sa të krijohet masa. Tepsin mas pari e lyjim me margarin. Mas ne e hedhim masën që kemi kriju, brumin. E shtijmë në furrë, ku e kuflek për gjysmë ore në 170 gradë. Fillojmë me shllagin, i qesim këto shllagzanet ose krem ajke. I përzijmë në mikser deri sa formohet. Në një enë më të vogël hedhim këtë pakon tjetër. Ja qesim gjysmë gote ujë edhe përzijmë mirë. Këtë masën ja qesim te shllagi dhe e përzijmë mirë. E lojmë 10 minuta në frigorifer. Fillojmë me brumin që kemi pjek, ja hekim shtresën e sipërme me lugë. Dhe e grimcojmë shumë imt. Fillojmë me bananet. Masi i kemi qëru, fillojmë i ndajmë në 2 pjesë dhe i renditim te brumi që kemi pjek. Mas në ja qesim shllagin, e përhapim mirë në tepsi. Dhe në fund e dekorojmë me brumin që e kemi grimcu. Masi e kemi përfundu, e kom lënë në frigorifer disa orë edhe ja është gati. Ja rezultati final. Nëse e provoni, shpresoj t'ju pëlqej.